Adnan Sotiri, në përgjimet e Ballukut përfshihej edhe Carlo Bolino. Keni ndonjë koment, doktor? Të falënderoj. E vërteta, Armand, përfshihej Carlo Bolino, përfshihej ai BB-ja, do ta them këtu ishte Ben Blushi, do t'i them ai vepra shkruan, po aty ishte. Se mrapa më seruan se ishte një BB, përfshiheshin dhe të tjerë. Çfarë do thotë kjo, i dashur Armand? Kjo do thotë një mafiozizim i tmerrshëm i mediave. Imagjino pak. Carlo Bolino, ky mafioz që ka filluar jetën si i tillë në Shqipëri, vjell vrerë, shpiv dhe trillon gjithë ditën kundër opozitës, ndërkohë që ka marrë tokat e pronarëve të lana për gjimnaz me 4 vendimet e Tiranës. 4 vendime tokën mes Tiranës për ndërtuar zyrat e tij. Carlo Bolino, vetëm në një nga këto regjistrime, siç e pat ju, ka 100 milion. Me keste që Erviz Berberi duhet t'i paguante, që të shpifte për Sali Berishën, të shpifte për ju, të mashtronte shqiptarët për të vërtetat, të lavdronte Edi Ramën, por Carlo nuk është i vetëm. Të themi atë që është. Shuma më të mëdha ka marrë Top Channel. Aty BB-ja. Tek tuneli, nuk e quajtën kot Top Tuneli. E të tjera, sa portale mbahen me parat që u vidhen takspaguesve për të shplaf ftyrat e nxira të këtyre hajdutëve ministra. Pra një rreth vicioz. Po edhe njerë do të kërkoj mirë kuptimin, se forma më e zezë për mua është kur kjo bie të këtë smurt, me smundje të rënda që mbeten pa ilaçe sepse u vidhen fondet. Dhe mediat heshtin, dhe në të gjitha mediat është vetëm një gazetar që pranon çdo lloj kërcënimi për të bërë zëri atyre të smurve. Uroj që këto dokumenta të zgjojnë tek shqiptarët zemërimin e merituar ndaj kësaj mafje. Endrit Progni, mirë dita, doktor Berisha, uroj t'jeni mirë, po shohim si protestojnë fermerët europian me traktora e zetore, kam bërë nami në Bruksel para 2 ditësh. Nuk foli gjë OSBE-ja kur tek ne 2 goma u dogjën atëherë në protesta, e folën gjithë ambasadorët e huaj kundër. Si do të shkoj sipas jush protesta të hënën? Protesta të hënën është fillim i madh i shtinës e cila ndalet vetëm me largimin e Edi Ramës. Ne dalim në protest hënën për të shënuar fillimin e revoltës popullore për largimin e Edi Ramës. Kisman Hilli, doktor, mos vallë ka ardhur koha që të mbështesni SPAK-un, edhe a do të ketë bashkëpunim midis PD-PS për shkrirjen e SPAK-ut? Tani, falënderoj për pyetjen. Kam qenë president, kam qenë kryeministër, dhe kur nuk do gjinet njeri, gjykatës, prokuror, hetues, polic, që të mund të thotë se nuk pata mbështetjen e Sali Berishës në urymtarin time, për zbatuar ligjin. Unë ja u them ju, edhe njerë të çdo qytetari, për Sali Berishën, feja dhe besimi politik i tij është kushtetuta dhe ligji. Dhe i gjithë sekreti im është pikërisht në këtë raport. Në këtë kontekst,
Në vitet 2005-2013, aty nga viti 2007 e ngritë një task force, në të cilën unë zgjodha të majtin Altin Dumani për ta kryesuar. E zgjodha me qëllim të majt. Në mënyrë që të priste pa asnjë lloj hezitimi drejt administratës cili do që shkelte ligjin. Kam patur një zyrë departamenti antikorrupsionit i ndëruar. Mund nofta 70% e gjitha dosjeve që kanë shkuar për ndjekje penale ose 60% shkonin nga ky departament. Po aty kishte një organizim tjetër. Ky organizim ishte task force. Çka do thot task force? Do të thot që ekipi që shqyrtonte dosjet përbëhej nga prokuror që i kryesonte Dumani, përbëhej nga antarë policisë kriminale, përbëhej nga punojës të tatimeve, organave të shërbimit informativ. Çfarë do thot kjo? Dosja s'mund të mbyllej. Kjo ishte garanci se dosja nuk mund të mbyllej. Ndaj dhe cili të doj, le të marrë raport departamentit të shtetit vitit 2009-2010. Çfarë tregojnë? Tregojnë se të dënuar për veprën e korrupsionit në atë periudhë, të akuzuar nga kjo task force dhe të dënuar jo nga gjykatat speciale, nga gjykatat e zakonshme, janë 3 herë më shumë se sa në këtë periudhë. Janë konkretisht me numra 630 zyrtar kundrejt 199 zyrtarve. 190 zyrtarve. Pra është mbi 3 fishi. Prit, ju mund të thoni se nuk ka patur emra, jo, është gabim. Gabim. Së pari, asnjë ministrat me ligj e kanë patur të ndaluar me ligj të merren me tendra, prokurime, koncesione. Me ligj. Së dyti, po, nuk imagjinohej të mbroja unë. Po dhe ministrat e mi nuk imagjinonin të mos sipin dorëheqjen me akuzën e parë. Kështu ka vepruar Fatmi Mediu, kështu ka vepruar Lulzim Basha. Pa një pa dy, kështu veproi Ilir Meta si zëvendës kryeministër. Kishte një standard normal të një vendi që po ecte, që funksiononte shteti ligjor dhe morali i kushtetues dhe i ligjit. Kurse shit ç'ndodh tani? Vim tek Spaku. Problemi im kanë qenë këto me Spaku. Spari, çdo njeri që ka objeksion, i them, rikujto pak dosjet 184 dhe 338. A mundet ato dosje të mbylleshin pa dënuar kriminalët elektoral? Mbyllja atyre dosjeve ishte licencë por Edi Ramën që të plaçkit dhe të bëjnë çdo me zgjedhjet. Së dyti, asnjë opozitar nuk ka imunitet. Një lloj si qytetarët e tjerë. Po kur ti arreston në vit elektoral lidert e partive kryesore opozitare dhe tjetrin e vend në ndjekje penale, ti dëshmon se zgjedhjet do t'i marrish me çdo kusht. A nuk ushtruan në këtë rast Altin Dumani në lev të Edi Ramës për grabitjen e zgjedhjeve? Cili do të më thot më pak? Unë u arrestova si person në nënhetim pa asnjë akuzë. Masat ndaj me u vendosen pa më thirr kur për të më bërë një pyetje. Ilir Meta u grabit dhe u keqtrajtua në mes të autostradës si person në nënhetim pa asnjë akuzë.
atëherë mos të harrojmë kur se përparësia absolute duhet të ketë demokracia dhe kërkoj mirëkuptimin tuaj. Shteti që sot nofta dënon me rrep se çdo shtet tjetër, me varje dhe vdekje, veprat e korrupsionit është Republika Popullore e Kinës. Po, do t'i shohim se na shërben t'i shohim gjërat drejt në sy, po atje dënohen dhe kundërshtarët politikë. Dhe një prokurori e tillë që bën gjau në kundërshtarëve politikë dhe përdoret si instrument për të shtypur pluralizmin, është një vegël në duart të regjimit. Përndryshe, absolutisht mbështes çdo akt, çdo prokuror, çdo hetues, çdo polic, çdo gjykatës që zbaton ligjin. S'kërkojmë asgjë tjetër vetëm ligjin dhe kushtetutën, por duhet dim t'i ndajmë dhe s'duhet kur të pranojmë. Nuk është problemi këtu. Këtu është problemi i fatit të Shqipërisë, se nëse se ne pranojmë që për hir të një mesit korruptuar të shtypet opozita, për të krijuar barazi, ne pranojmë shtypjen e demokracisë dhe vendosjen e regjimeve autoritare. Kjo nuk mund të bëhet kurrë. Gjergjull Neshaj, i nderuar doktor, një pyetje, na fton në shesh për bërtitur 2 orë, Rama ik dhe më pas të ikim ne, apo do të bëjmë një protestë që të tronditen themelet e mafjes shqiptare shtetërore? Na kthej një përgjigje. Ju mirë kuptoj ju, po dhe ju do të mirë kuptonim. Histori dhe eksperiencë kemi, se do ta zbërthej pak. E vërteta është se në këtë start ne duhet të ndjehemi më të fuqishëm dhe më të motivuar se kur. Sepse Edi Rama qëndron mbi farsën elektorale dhe mandatet që ka marrë ne, zgjedhjet e 11 majt nuk i ka fituar kur Edi Rama, por i ka fituar opozita. Zgjedhjet e 11 majt nuk i ka fituar Edi Rama, sepse për t'i marrë ato, a i dha 2 miliard euro gjoba dhe kamata 2 ditë para zgjedhjeve. Dha nga taksat e shqiptarëve 100 euro për çdo pensionist. Organizoj bandat në 4 anë të vendit për të futur në parlament 28 deputet. Bleu dhe korruptoj sistemin e votës në diasporë dhe shënoi rezultatet barabarta me Korenë e Veriut. Zgjedhjet i ka fituar opozita. Për çdo njeri që don të gjykoj me gjaktofsi, ato zgjedhje s'janë fituar kur nga Edi Rama. Pse e them unë këtë tani? Kemi të drejtë të në marrim çdo mas kundër ti për ta nxjerrë nga pushteti. Ai pushtet qëndron mbi farsën dhe jo votën.